Shiko, këta janë atje që dikun 5 vite. Më trego një rast cilin e mon men që të ka shtit dyshime që jam fajtor, nuk ka rast si maot men, as me emen. Do më thonë, nuk ka rast. Këta në një farforme e deklaroj dhe dëshmoj generali Wesley Clark, i cili në fjallën e fundit të ti tha akuzat nuk qëndrojnë. Tash, Wesley Clark për mu ka qenë komandant edhe imi, se kem qenë bashkë në luft. Wesley Clark nuk është do si do person, është njëri botëror, është komandant që ka udhëheq aleancën botërore. Kështu që, pavarësisht mendimeve tona personale, dëshirave, inoteve, pa marrë parasysh atyne, kjo e padrejtësi që i ka ndodhur Kosovës, unë shumë kam shpresën që do t'jetë një shpërblim shumë i madh neve, për neve, tash javëve ose mujve të arshëm, se normal që unë nuk e di ata, do të shpërblehet me një lirim dhe gjithë do t'i presim në Kosovë, sepse pra po tham, disa politikanë e thojnë kështu, disa juristë e thojnë kështu, me të vërtet, aty nuk është duke u gjykuar as Hashim Thaçi, as Recep Selimi, as Kadria, as Jakupi, as ta tjertë, nuk janë të gjyku. Aty është as UÇK-ja, aty është duke u gjyku Kosova. Aty, përpos Kosovës, ku mbi shqiptar, sepse ka fillu me akuzat në Shqipëri, me Demek që ka ndodhë në Shqipëri, organet e krejt, dhe ka kalu tani në Kosovë e krejt. Kështu që, këto janë të e gjyku kombin shqiptar i cili kur në histori prap, po thamë, nuk ka qenë ma i përfolër pozitivisht në botë se tani. Si këmbë, kem qenë, ne i thëmë vetit i lirë dhe shumë të lashtë të krejtë, po, ma shumë se tani që jemi në botë prezent, s'kemi qenë kur. Kështu që disa prej fuqive nuk i pëlqen ajo dhe lipin forma dhe mjete për me e ullë spaku qatë këmbë. Shumë e vërtet. Kjo është mendimi jam, unë që mendoj dhe unë i pres sa ma shpejt që të vinë, jam i bindur që të vinë, dhe uroj që mos ketë pasoja në shtetin tonë, mos ketë pasoja në poplin tonë, dhe tani fatkeqësisht ata nuk do t'jenë për 7 muaj të shkurt, por prap e ftoj poplin tonë që të dalin gjithë të festojnë, edhe me 7 muaj të shkurt, është thirrë një protest nga OVL-UÇK-ja, ftoj poplin tonë që të dalin të gjithë dinitetshëm në të tregojnë se janë me të drejtin dhe kundër të padrejtit. Kjo është porosia ime. Mirë, përpara se të çojmë edhe tek mesazhi i fundit, kë do doni ta falenderoni publikisht dikë që nuk është se e keni falenderuar deri tani? Për edhe njerë. Kë do doni ta falenderoni publikisht? Apo kush janë personat, kush janë njerëzit, institucionet, grupet? Falenderim tani për çka? Në përgjithësi apo? Falenderim për gjithë ata që kanë dhënë për vendin tonë. Shiko, unë personalisht për vetën time e falenderoj mas pari prindin tim që më ka edukue në këtë frim, prindin edhe babën edhe nonën në këtë rast, po falenderoj gjithë ata luftëtar me shekuj që kanë rezistu, që kanë luftu me mjetët cilat i kanë pas, se po të mos ishin ata para nesh, unë nuk besoj që edhe ne pavarësisht mendimeve tona që do të kishmi vazhdu luftën. Kështu që unë falenderoj ata, unë ju tham gjithë atyne dëshmorve, familjarve të dëshmorve, lavdi, gjithë atyne të përndjekurve, të gjithë atyne që kanë pësu dome shumë të mëdha gjatë luftës, si në mjete, si në familje, ju uroj këtë vit të pavarësisë dhe ju uroj me bindje se ata mundi i tyne nuk do të shpërdoret kur, po do të shpërblehet. Unë më thamë, e falenderoj të rinjt, kove të fundit, vitet e fundit që e kam pa, që kanë zgju interes për të kaluarën tonë, dhe i inkurajoj
që të insistojnë të marrin informata ma shumë, të lexojnë ma shumë, dhe të na pyetin kur s'din. Unë mendoj se vetëm një detyrë e prindit është me ju tregu të rive çka s'dohet të bëjnë, jo çka duhet, se çka duhet e zbulojnë ata vetë. Vetëm të mësojnë çka s'dohet të bëjnë. Knatësi që ju pata këtu, zoti Ferit. Faleminderit për gjitha këto që ndajtet me ne. Unë nuk naqa tu bashkëbisedu me ju, të ndëgju për rrëfimet e juve, por besoj që edhe shikuesit e kanë pas të Faleminderit shumë, shpresoj që nuk e kam egzageruar ndoshta